Shpesh dëgjoj në rrugët e Adheut se nuk ka shpresë. Në fakt, ka shpresë. Ne jemi dëshmia se ka shpresë. 107 ditë përballje me pushtetin në palc të dimrit. 31 aktivist nga ju të proceduar penalisht për më shumë se 50 vepra penale. 4 të arrestuar. Të gjitha procedimet dhe arrestimet, siç po del nga gjykata dhe prokuroria, janë deklaruar të paligjshme. Ka shpresë sepse ka djem dhe vajza kurajoz që po përballen. Ka shpresë se ka djem e vajza, burra e gra kurajoz që po organizohen. Ka shpresë sepse ka djem, vajza, burra dhe gra që nuk po joshen e as po tremen. Ka shpresë sepse ne kemi vendosur që do t'ja dalim. Ne kemi vendosur që do t'jemi brezi që do t'i jap fund tranzicionit dhe do të sjellë shtetëndërtimin demokratik.